Ilir Meta ju përgjigj nga lushnja e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili më herët e kishte quajtur tregtar Venediku. Ish kryetari i LSI-s tha se shqiptarët u çmendën nga politikanë që e nisin nga çadra e lirisë dhe përfundojnë tek çadra e oligarkisë, ndërsa shprehu sigurinë se LSI-ja do të dalë forcë e parë në këto zgjedhje. LSI forcë e parë për të gjitha nënat dhe gratë e Shqipërisë, që u çmendën nga politikanët e çadrave, që nisin te çadra e lirisë dhe mbyllin te çadra e oligarkisë. Ndërsa kryetari i LSI-s Petrit Vasili, duke ju drejtuar grave dhe vajzave të pranishme, foli për programin e LSI-s për uljen e taksave, si edhe për prioritetet që do të ketë drejtimi i ri i qeverisë me LSI-n forcë e parë. Por jemi këtu për të zhvilluar edhe përgjegjësi shumë të mëdha, sepse të gjitha ju, po jo vetëm ju, po edhe fëmijët, burrat që administroni ju, të afërmit kërkojnë zhvillim. Dhe ky zhvillim nuk vjen nga hiçi. Ky zhvillim vjen me një drejtim të ri. Drejtimi i ri është LSI forcë e parë. Gjatë takimit u prezantuan edhe kandidatet për deputetet e LSI-s në qarkun e Fierit.